A më pyete një moderatore... Që ke familjare. Që më dakord, ishte zgjedhja jote, unë thjesht ta thash si ide. Përdesa më pyeta si isha si moderatore, të thash që ato që ka dëgjuar gjithë publiku për lojën këtu brenda në shtëpi për banorët, ndërkohë që të thash që unë po të isha do të pyesja edhe për jetën private. Siç i kanë pyetur ata që kanë patur më përpara në Top Albania Radio. Le ta dash shembull. Intervistës ja lem që folën për mua. A je dakord kështu? Jo, nuk folën për ty. Tani e këtë nuk folën për tash mbajtet. Amber, je shumë e lodhshme. Nuk kam se të t'i përsëris gjërat me 10 herë, dëgjoni. Nuk kam e lodhshme, të t'asiguroj. A e kuptoj, tash ideja më modër, kur prezanton diçka. Nuk folë për ty, më ti bëje pyetje. Ti tani që unë nuk pata ti bëje pyetje, mbaje qëndrimin tënd të pyetjes dhe pastaj prisje përgjigjen mua. Edhe një, po të them, kur bën një moderim, jepte vetë përgjigjen. Bësh pyetjen sepse je moderator. Jep jam vetë përgjigjen? Po, jepje përgjigjen dhe pastaj bëja unë përgjigjen. Më po ti fola aty, më nuk fola unë. Po dhe ti e jep këtë po të thot Kelli. Apo flisje ti. Apo ta thot Kelli. Merje përgjigjen e një pyetje. Ja. Vazhdoje po prap pyetje ku e kishe lënë po prap sepse kur doni që aty dhe vajte dhoma nuk ishte këtë mendim. Do të thonë kjo flet gjithmonë si intereson kësaj. Të flasi. Çfarë mendimi? Vajte te dhoma nuk ishte këtë mendim. Që unë fola për vete dhe që jetë janë përgjigje. Të thash që do të kishe bërë edhe këtë. Çfarë mendimi? Ta thash aty pra, unë po të isha, thash do kisha pyetur edhe për jetën personale. Këtë do bëja unë, si që kam bërë. Kjo përse ne filloj. Në lidhje me mua, në lidhje me mua.